kjo e verdha në sy tregon dhe gjendje dhe probleme të tjera, apo jo? Probleme të tjera, për shembull, tregon një hepatit B, për shembull, në vlera të larta, pra një ngarkesë virale në mëlçi, po në nivele shumë të larta. E verdha është e dallueshme apo duke ulur pak syrin kështu? Jo, ajo bëhet e dallueshme. E dallueshme në të bardhën e syrit. Sidomos nëse duam që ta kuptojmë kështu, qoftë edhe me sy mbyllur, bëjmë një provë shumë të thjeshtë. Për shembull, atij personi që ne dyshojmë që është i smur, i japim pas dite një të verdh veze dhe e shikojmë në mëngjes sa lind dielli, ai nëse e ka këtë ngarkesën virusale të lartë, syt janë krejtësisht të zverdhur. Pra kjo e verdha e vezës e nxit si thua daljen atë. Ndërsa kur ky ka bërë edhe lëkurën të zverdhur e kështu me radhë, atëherë nuk diskutohet që kemi një problem serioz. Dhe ai patjetër duhet shkojë tek mjeku, sepse nuk e zgjidh dot vetë. Ky në kushte shtëpie mund të bëj vetëm këtë gjë. Për shembull, mund të marrim si thua borseta me ujë të ngrohtë për të qetësuar dhimbjet e forta, ato kolikat janë të mrekullueshme borsetat. Pra me ujë të ngrohtë. Me ujë të nxehtë e vendosim këtu në këtë pjesën e poshtë brinjës së djathtë dhe të jeni të bindur që kjo pjesa këtu do të na ndihmojë më së miri në qetësimin e dhimbjeve, absolutisht. Por e mira tjetër është kjo, duke u ngrohur këto duktuset hepatike, çfarë bëjnë? Zgjerohen pak. Dhe nëse kemi guriçka, ato e kanë rrugën më të lirë dhe nuk shpojnë. Pra është më elastike kjo, hapet edhe ndoshta që ne mund të shpëtojmë nga operacioni, thjesht vetëm me këtë veprim, sidomos po të kenë ardhur aty tek ajo porta odi që unë përmenda dhe ato gurët nuk kalojnë dot. Ajo e nxehta këtu na ndihmon shumë mirë, por nëse janë gurë të mëdhenj kështu, që ndoshta do kërkojnë ndonjë trajtim kirurgjikal, ajo është tjetër problem.